A do dënohet ndonjëherë Belinda Balluku? Kriza e drejtësisë shqiptare, një histori që zvarritet mes propagandës, kapjes së gjykatave dhe mungesës së vullnetit politik. Në çdo shtet evropian me një minimum standardi drejtësie, hetimi një zyrtarit të nivelit të lartë qeveritar, aq më tepër një kryeministre e akuzuar publikisht për kontrata të dyshimta, abuzime me tender, afera koncesionesh dhe një kulturë pushteti që rrihet mbi paratë e taksapaguesve, do të shoqërohej automatikisht me dorëheqje, proces gjyqësor efikas dhe vendimmarrje transparente. Në Shqipëri e kundërta është norma. Rasti Belinda Balluku është vetëm maja e akunajës, një shenjë e dukshme e një sistemi që funksionon me dy ritme. Hetimi fillon me bujë mediatike, procedurat lajmërohen si forcë e shtetit. Spak shpall se askush nuk është mbi ligjin, por kurdosit prekin qendrat reale të pushtetit, koha ngadalësohet, gjykatat futen në baltë proceduriale dhe në fund, gjithçka përfundon në dënime minimale ose në amnezi të plotë. Në thelb, pyetja e madhe është kjo: a kemi drejtësi apo kemi një skenografi drejtësie? Spak, institucioni fort në teori i frenuar në praktik. Krijimi i Spakut u shit si rilindja e shtetit ligjor. Por në realitet, organi që duhet të ishte shpat kundër korrupsionit të lartë, shpesh kthehet në një vegël simbolike të rrethuar nga presione politike, sulme publike, mungesë kapacitetesh dhe mbi të gjitha, një murbetoni të quajtur GKK. Struktura hetimore çon dosje, kërkon masa, kërkon arrestime, por GKK zvarit seancat me muaj e me vite. Për çështje të tjera jepen arrestime spektakolare, për zyrtarët politik, raporte mjekësore, pengesa teknikale, shtyrje pafund. Vendimet shpesh përfundojnë në dënime minimale të pakrahasueshme me dëme qindra milionësh për buxhetin e shtetit. Disa gjyqtarë të GKK-s janë vetë në hetime në procesin e vettingut, duke krijuar një konflikt grotesk. Njerëz me probleme pasurie gjykojnë zyrtar me probleme pasurie. Në këtë terren të deformuar, çdo dosje që prek kupolën qeveritare nuk ka vetëm vështirësi teknike, ka rezistencë strukturore. Rasti Balluku, prova se sistemi nuk funksionon. Belinda Balluku është përfshirë në një varg akuzash publike që do të hapnin hetime urgjente në çdo shtet normal. Nga kontratat e dyshimta në Alp Control, deri te tenderet e rrugëve të Shqipërisë, projektet energjetike të mjegullta, koncesionet pa transparencë, akordimet e shpejta të fondeve publike dhe abuzimet e denoncuara nga media investigative, lista është e gjatë. Dhe kjo nuk është çështje fjalësh. Janë institucione shtetërore, auditet e KSH-s, vendimet e gjykatave të mëhershme, raportime të vazhdueshme gazetareske që kanë ngritur pikpyetje serioze rreth menaxhimit të financave publike. Megjitha, asnjë mas sigurie, asnjë marrje mandati, asnjë seancë e vendosur me urgjencë, asnjë largim nga detyra. Në vend të drejtësisë, kemi intonacione propagandistike të tipit: drejtësia e re do ta thotë fjalën. Sa herë thuhet kjo frazë, qytetarët e dinë se asgjë nuk do të ndodhë. Problemi i vërtet, drejtësia nuk është e korruptuar vetëm, ajo është e kapur. Shqipëria nuk ka vetëm gjyqtar të korruptuar, ka një arkitekturë të tërë institucionale të ndërtuar për të amortizuar goditjet kundër pushtetit politik. Ka disa mekanizma që punojnë në heshtje. Një GKK është bërë filtr politik. Kërkesat e Spakut ndalohen, hidhen poshtë ose zbehen. Dhe askush nuk jep shpjegime të qarta pse një çështje që prek mijëra euro dënohet më rënd se një aferë që prek qindra milion. 2. Shteti është i kapur nga rrjetet klienteliste. Çdo ministri ka strukturën e vetë mbrojtjes. Kompani private, familjar, oligark lokal, drejtues institucionesh që kanë interesa të kryshëzuara. Hetimi një zyrtari të lartë është hetimi një zinxhiri të tërë, prandaj sistemi vetë mbrohet. 3. Politikanët e fuqishëm janë të paprekshëm. Shpesh sepse dinë shumë. Shpesh sepse financojnë sistemin. Shpesh sepse kanë krijuar një realitet ku qeveria dhe drejtësia bashkëjetojnë në të njëjtën hapësirë interesash. A ka faj Spaku? Po, por jo vetëm. Spak është përgjysmë i lirë. Ka nisur disa hetime, disa goditje ndaj zyrtarëve lokal, disa arrestime efektive. Por kur ngjitet lart, kemi 3 probleme. Mungesë guximi institucional. Jo çdo prokuror është gati të prek ministrat që kontrollojnë buxhetet e të gjithë shtetit. Frikë nga goditjet politike. Kryeministri ka sulmuar publikisht gjyqtar e prokuror, ka etiketuar Spakun, ka bërë presion publik me konferenca dhe akuza të hapura. Kjo krijon një klim frike që në çdo vend tjetër europian do të shkaktonte menjëherë një krizë institucionale. Pengesa gjyqësore të qarta. Kërkesat e Spakut bllokohen nga GKK si përbuzje e pastër ndaj hetimit. Koha për një sistem të rigjyqësor? Jo vetëm e domosdoshme urgjente. Shqipëria nuk ka nevojë për amendime kozmetike. Ka nevojë për një ristrukturim të plot të GKK-s, me mandat të ri, trupa të reja, gjyqtar të përzgjedhur me transparencë nga jashtë sistemit aktual. 2. Kontroll të fortë ndërkombëtar për çështjet e korrupsionit të lartë. Jo në dorë, jo këshilla, por monitorim real i vendimeve gjyqësore. 3. Pavarësi të garantuar të Spakut. Jo në letër, me buxhet të pavarur, me mandat të paprekshëm dhe me mbështetje të hapur nga partnerët ndërkombëtar. 4. Ligj të posaçëm për konfliktin e interesit dhe pasurinë. Çdo ministër që hetohet automatikisht pezullohet nga detyra deri në përfundim të procesit. 5. Transparencë totale për çdo tender publik.
Platformë online me akses për qytetarët, media dhe institucionet e kontrollit. Përfundim, rasti Balluku nuk është thjesht një dosje, është simptom e sëmundjes politike shqiptare. Deri sot, përgjigjja e vërtetë është: jo, Belinda Balluku nuk do të dënohet në Shqipëri, jo sepse është e pafajshme, por sepse sistemi nuk lejon të dënohet. Në një vend europian gjërat do të ishin ndryshe. Në Shqipëri, drejtësia është teatër, qeveria është regjisori dhe publiku, qytetarët shqiptar, ishin lodhur prej kohësh nga ky spektakël i zgjatur. Deri në momentin që sistemi do të shembet dhe do të rindërtohet, çdo kush me pushtet do të vazhdojë të jetë i paprekshëm, dhe drejtësia do të vazhdojë të jetë një fjalë e bukur që nuk gjen vend në realitet.